Përshëndron. Nëse ke fjalën për dosjen e fundit që doli sa i takon asajt ngjarjes Bushatit, është një nofk që sepse bërë pyetjen për kolegët në fillim dhe mendova mos do të trajtosh ballafaqimin e dy këngëtarëve në Jo, atë do të trajtojmë më pas, po sot është ngjarje e re, sigurisht që shkojmë sa. Është thjesht një nofk. Është e çuditshme që del emri i tij në dosjet të një. Në fakt më bën përshtypje se nofka mos gaboj unë ishte vendosur një burr i rreth 60-ave. Që është njërit prej babai i njërit prej personave të përfshirë në ngjarje dhe më bën shumë abiz një nofkë e tillë për një 60 vjeçar sepse personazhet të cilët ju i referoni janë personazhe që kanë ndikuar tek të rinjt dhe adoleshentët ndoshta për të gjetur dhe për të vënë nofka të tilla. Nuk ka lidhje me ngjarjen. A mund të ketë qenë fans edhe në moshën 60 vjeçari Nozi? Patjetër, pse jo. Një problem, po çfarë ka ndodhur në këtë dosje? Domethënë çfarë është zbuluar nga celulari i sekuestruar? Në dukje është një dosje incidentale e cila nisi nga prokuroria speciale, SPAK-u, mbi kërkimin e një tjetër elementi në fakt që kishte bënë me një tjetër ngjarje në masakrën e Shkodrës, që mbetën të vrarë 4 persona, ndërkohë që 2 ishin të pafajshëm, kujtojmë çiftin e bashkëshortëve. Dhe hetimet dërguan tjetër drejtim për të dalë tek ngjarja e Bushatit, e cila fillimisht u hetua nga prokuroria e Shkodrës. Duhet theksuar që ky organ hetues me aq sa kapacitete sa kishte rënë në gjurmët e personave të përfshirë në këtë ngjarje. Madje unë jam pak i surprizuar me vendimin e prokurorisë posaçme sa i takon dinamikës së ngjarjes, por edhe të përfshirëve, ka identifikuar vetëm 4 persona, ndërkohë që aty mendohet të kenë qenë mbi 10. Që thotë se hetimi është i cunguar, është i paplot dhe ka nevojë për zbardhje të mëtejshme. Pavarësisht se është një ngjarje e cila fatmirësisht nuk ka patur pasoja në njerëz, por personazhet e përfshirë në atë ngjarje janë persona që njihen për rrezikshmëri në zonën e Shkodrës dhe malsinë e Shkodrës.